Të nderuar televizionistë, selam aleikum. Po takohemi në emisionin Zëri i Arsyes. Më 1973-1974 vit ky akademik filloi punën dega e orientalistikës në Fakultetin e Filologjisë pranë Universitetit të Prishtinës, ndërsa të martën që lan pas është shënuar 40 vjetori i kësaj dege, pra degës së orientalistikës. Sonte në këtë emision do të flasim me shefin e kësaj dege, njëherësh edhe profesor dhe ligjërues në këtë fakultet, profesor Isa Memishi, të cilit ne i dëshirojmë mirëseardhje. Profesor, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Atëherë, profesor, do të flasim fillimisht për kohën kur është themeluar dega e orientalistikës në Fakultetin e Filologjisë. Cilat kanë qenë arsyet e themelimit të kësaj dege? Fillimisht ju përshëndes me shprehjen më të ndershme dhe më fisnite, selamu aleikum. Aleikum selam. Dhe ju falenderohem për këtë emision që ja keni dedikuar derës orientalistikës, gjithsesi themelimit të derës orientalistikës në Fakultetin e Filologjisë pranë Universitetit të Prishtinës. Viti 1973-74 ishte një vit shumë i rëndësishëm për historinë e shkencës në përgjithësi, e sidomos të shkencave studimeve orientale, me që atë vit u morë vendim nga institucionet e atëhershme arsimore që të themelohet dera e orientalistikës pranë Fakultetit Filozofik, sepse fillimisht ky fakultet, do thotë Fakulteti i sotshëm filologjik, atëherë është quajtur Fakulteti Filozofik. Dhe dera orientalistikës ju bashkangjit derëve të tjera të cilat ishin themeluar disa vite më herët. Prandaj, lirisht mund të themi se dera orientalistikës është ndër derët më të vjetra pranë Fakultetit Filologjik që derë cila nuk rreshti së punuari që nga themelimi deri në ditët e sotme. Dhe cilat kanë qenë arsyet për themelimin e kësaj dege? Arsyet e themelimit të derës orientalistikës ishin të shumta. Po nisemi nga një fakt i cili sot e kësaj dite ende bisedohet mjaft rreth trashëgimisë son kulturore dhe rreth së kaluarës son 5 shekullore gjatë perandorisë osmane. Do thotë, edhe studimet orientale në Evropë kishin një traditë shumë shekullore, sipas shumë studiuesve të historisë së studimeve orientale, në Evropë studimet orientale datojnë me shekuj. Andoj, ka një traditë, studimet orientale në Evropë ka një traditë jashtëzakonisht të gjatë. Mirë po, në Ballkan, studimet orientale janë më të vonshme, e sidomos studimet në Universitetin e Prishtinës janë më të vonshme pikërisht për shkak të mundesës së zhvillimit, mundesës së kuadrove të kësaj fushë. Atë kohë, profesor Indjeri, profesor Hasan Kaleshi, i cili kishte studiuar në Universitetin e Beogradit, kishte doktoruar aty dhe ishte krijuar një kuadër i duhur. Ai ishte një kuadër i cili i plotësonte gjitha kriteret e një studiuesi evropian dhe ai posa u kthye nga Beogradi, filloi përgatitjet për hapjen e kësaj dere. Dhe do thotë puna, përpjekja e tij u kurorizuar në nëntor të vitit 1973, ashtu siç e cekëm edhe më herët, sepse përveç rëndësisë që kanë studimet orientale në përgjithësi, do thotë si shkenca humane, saqë shumica e disa orientalistëve i quajnë edhe gjuhë të orientit, i quajnë edhe gjuhë të shpirtit. Do thotë, prandaj po tek treva tona, do thotë në troje shqiptare, kishte edhe arsye tjera, sepse ne kishim krijuar një identitet oriental, të ta quaj, ai identitet ishte identiteti islam, dhe gjithë ajo trashëgimi e krijuar për 5 shekuj me radhë duhej të studiohej, sepse pa njohjen e gjuhëve orientale ishte e pamundur të studiohet kultura, tradita e jon 5 shekullore, qoftë
krijimtaria shpirtërore, qoftë ajo materiale. Mirë. Profesor, t'i kthehemi pak historisë orientalizmit. Arberi thot se orientalizëm është thellimi në njohjen e gjuhëve të Orientit. Atëherë, cili është definimi më real i orientalizmit? Fillimisht duhet të ndalemi rreth termit orientalistik, gjithsesi studime orientale dhe termit orientalizëm. Do thotë tu duhet të ndalemi dhe ta kemi shumë të qartë se çfarë nuk kuptojmë me termin orientalizëm dhe çfarë janë studimet orientale, që në arabisht janë ilmu sharq apo sharqiyat. Dhe nëse marrim parasysh që orientalistika, do thotë apo ta quaj një term i cili i përgjigjet gjitha shkencave të cilat merren me studimin e traditës së një populli, qoftë gjuhën, qoftë letërsinë, folklorin, trashëgiminë shpirtërore, që siç kemi albanologji, turkologji dhe orientalogjia, do thotë është një shkencë e cila merret me studimin e Orientit. Duke filluar nga gjuha, letërsia, kultura, tradita, çdo mend që gjitha këto kurora gjithëve janë edhe fetë. Mirë po, me Bernard Lewisin e Kandej, dikund mesi i shekullit 20, fillon të përhapet një term i cili dallon, do thotë, me të njëjtë në arabishte ajo që identifikohej orientalogji apo studime orientale, tani më merr një krahje krejt tjetër, si është quajtur orientalizëm. Dhe një farë mënyre kjo tani merr vesh një farë lloj ideologjie, shndrohet një ideologji dhe dal nga dal fillon të kontaminohet termi elistishrak dhe kaloi në një lëvizje jo studimore, po më tepër propagandistike. Ka qenë mundësia dhe keqkuptimit? Pikërisht këtu është çështja, sepse ne duhet të kemi të qartë se fjala istishrak, të cilën disa e ngatërrojnë me ideologji, me lëvizje anti-orientale, kurse në burim fjala istishrak do të thotë ilmu sharq, do të thotë orientalogji, që shkencë e cila merret me Orientin. Dhe këtu duhet të bëjmë dallimin, kemi mjaft mendime të qoftë studiuesve arab, qoftë orientalistëve evropian, që se çfarë nuk kuptojmë me kush janë orientalist, cili mund të quhet orientalist. Sipas fushës së studimore, orientalist është ai njeri, ai studiues i cili në mënyrë profesionale zotron spaku një gjuhë të Orientit dhe që merret me studimin e Orientit duke përfshirë gjitha fushat të Orientit, nga fetë, gjuhë të Orientit, traditën, historinë. Andaj, edhe studiuesit e tanishëm arab janë një farë mënyre mjaft të përqendruar në atë të bëjnë fillimisht për kufizimin e orientalistikës apo ilmu sharq, gjithsesi dhe të dallohet se çfarë janë ata, sepse shpesh herë na ndodh që një publicist evropian, një publicist, një shkrimtar evropian, apo një studiues evropian, një historian, po pse jo edhe një njeri i një riti të feje tjetër që veprojnë në Evropë, shkruaj një artikull rreth Orientit, rreth Islamit, rreth pejgamberit alayhis salam, dhe të gjithë pastaj hidhen dhe e quajnë atë orientalist. Në fakt, nëse i përmbahemi definicionit të asaj që orientalist është vetëm ai i cili një gjuhë të Orientit, merret me studimin në mënyrë profesionale, e jo çdo kush që i bie ndërmend të shkruaj rreth Orientit mund ta quajë veten orientalist.
Unë më duhet përmendi që Abdurrahman Bedewi në një mësuat të mustashriqin, në një leksikon të orientalistëve, që prezenton ai dikon me qindra orientalistë ati, njëri nga orientalistët gjerman është shumë i rrept në atë se kush ka të drejtë të quhet orientalist. Bila ai shkon edhe më larg, nuk mund të thotë se edhe ai që ka vajtur në botën arabe dhe ka mësuar një gjuhë lokale të një shteti, një të folme, nuk e ka atë drejtë ta quajë veten orientalist pa mos pasur një përgatitje shkencore që të bëj interpretimin e krijimtarisë shpirtërore të Orientit në gjuhën perëndimore. Profesor, përgjithsisht dihet qartë orientalizmi është dëshira e të tjerëve të mësojnë për kulturën, civilizimin, gjeografinë e tjerë, sipërfaqen të Orientit, dhe thotë si vend i lindjes së shpalljeve monoteiste, por theks të veçantë kanë për të studiuar islamin dhe për të sulmuar atë. A qëndron kështu? Unë ndoshta atë që thatë ju orientalizma si lëvizje ka këtë qëllim. Por studiuesit orientalistët kanë një, po flasim në parime, mund ndodhë individet përjashtime, ato nuk mund t'i përjashtojmë. Mirë, por në përgjithësi, nëse marrim dhe kontributet e tyre çfarë kanë qenë, atëherë kanë qenë vërtet për ta njohur Orientin, për ta njohur islamin, për ta njohur botën arabe. Ne këtë për ta argumentuar këtë që po e them, mjafton t'i referohemi disa nga vetëm po përmendi këtu vetëm për shembull veprat e 3 orientalistëve, të cilët sot e kësaj dite janë aktual. Ndalemi te ajo që e përmendit ju për të studiuar Kur'anin. Për shembull, nëse i referohemi Gustav Flürer, një orientalist gjerman, i cili ka bërë indeksin e lehtësikut të Kuranit Adhimushan. Dhe ky indeks, sot e kësaj dite, edhe pse janë bërë shumë përpjekje nga studiues islam, musliman, por është i patejkalueshëm, edhe pse e kanë shfrytzuar mjaftët, mirë po nuk ja kanë arritur dot që t'ja tejkalojnë, qoftë në kualitet, qoftë në kuantitet. Apo, nëse orientalisti tjetër holandez Van Sittli, i cili me indeksin që i ka bërë lehtësikut të përmbledhjeve të haditheve, edhe ai sot e kësaj dite është një ndër indeksat më profesional, i punuar në mënyrë më profesionale, andaj apo ndalemi te një studiues tjetër, gjerman, Karl Brockerman, një orientalist i përmasave botërore, për cilin Abdurrahman Bedewi thot se kush është ai që ja del mban sot pa historinë e letërsisë arabe të Karl Brockermanit. Edhe pse ndoshta në gjuhën shqipe përkthim historie letërsisë nuk ngërthen në vete gjithë atë veprimtari, gjithë ato informata të cilat... Nësat e ka një kuptim më të gjerë. Po më të gjerë, sepse vetë fjala edeb, tarikhul edeb arabi, do thot edeb nuk është, do thot tash ndoshta nuk e kemi këto emisioni që të ndalemi dhe ta shpjegojmë se çfarë ngërthen në vete termi edeb. Mirë po, në Shauki Dajf, një studiues i njohur i letërsisë arabe, autor gjithashtu i një antologjie të letërsisë arabe, për veprën e Brockermanit është më tepër një enciklopedi se sa një histori e letërsisë arabe. Dhe unë i përmenda vetëm këta 3 emra, por që ka me dhjetra orientalistë të cilët kanë kontribuar jashtëzakonisht në ndriçimin e vërtet qoftë të Kur'anit famlar, qoftë të jetës së pejgamberit alayhis salam. Mirë po nuk do të thotë që nuk ka pas edhe të tillë, të cilët kanë qenë në anën e kundërt. Mirë po ne duhet të nisemi nga ajo që të marrim ajo që ata të cilët i kanë shërbyer ndriçimit të islamit. Po, profesor, roli i degës orientalistikës në Fakultetin e Filologjisë pranë Universitetit Prishtinës ka dalluar me vende të tjera. Nëse marrim një krahasim, për shembull, dega orientalistikës në Beograd,
regjistron student dhe regjistrohen pikërisht student jo musliman, pra apo edhe në vendet e tjera. Ndërkaq në degën tuaj, pra në Prishtinë, regjistrohen vetë studentët musliman, madje edhe medresantët. Pse ndodh kjo? Patjetër që dera orientalistikës pranë Universitetit të Prishtinës, apo tani edhe dera orientalistikës pranë Universitetit të Sarajevës, janë dy departamente apo dy derë të cilat dallojnë nga gjitha derët tjera të studimeve orientale në Evropë. Arsyeja është sepse pikërisht atë që thatë ju, qoftë kuadri i cili punon aty, apo studentët të cilët pa përjashtim, tani pa përjashtim, nuk do të thotë që nuk do të temi nesër një student i një komuniteti, një feje tjetër. Mirë, po tani për tani është 100% i përkatësisë, do të thotë janë muslimanë. Tani, profesor, të shikohen parimet apo rrethanat në këtë rast? Unë kujtoj që rrethanat janë ato të cilat, sepse nëse nisemi nga ajo që Kosova 99, do të thotë shqiptarët, 99% janë të besimit musliman, andaj çdo mend që edhe studentët janë të gjithë janë të besimit islam. Po edhe në Bosnë, unë sipas informatave që kam, pjesa dërmuese ndoshta mund të jetë ndonjë student, por shumica tani janë musliman. Prandaj këto dy derë dallojnë nga gjitha derët, aq më tepër nga dera e orientalistikës së Beogradit, sepse këtu studiohet në këto dy departamente, studiohet e kaluara jon, apo e tanishmja jon, sepse ne duke studiuar studimet orientale, sepse në një farë mënyre, deshëm të pranojmë apo mos deshëm, ne troje shqiptare dhe Bosna një farë mënyre i takon Orientit në aspektin fetar. Dhe ne duke e studiuar studimet orientale, do të studiojmë identitetin tonë. Prandaj këtu nuk është që ne studiojmë një kulturë, një fe, një traditë të huaj, po studiojmë veten. Profesor, gjatë fjalimit tuaj në ditën e përvjetorit, do të thotë 40 vjetorit të degës, keni përmendur se deri më tani kanë diplomuar rreth 300 student. A është ky numër i madh, i vogël apo pa shiquar me rrethanat në për të cilat kemi kaluar për 40 vite? Për 40 vite, duke marrë parasysh se deri më 1990 dihet se Kosova dhe gjitha trojet shqiptare të ish Jugosllavisë kanë qenë në një regjim komunist, ku arabishtja është shiquar diçka që jo si gjuhë e huaj, po ma tepër si gjuhë edhe është gjuhë e islamit, mirë po se i cili që merret me këtë fush është trajtuar disi jo si gjithë studiuesi tjerë të universitetit. Prandaj edhe aty ka pas ndoshta një ngurrim që shpesh herë studiuesit kanë nguruar të orientohen në këtë del. Mirë po kujtoj që për shkak megjithatë është një numër solid dhe kanë dhënë kontribute të mjaftueshme, qoftë në studimin e literaturës, trashëgimisë, historisë, po edhe në përgatitjen e literaturës profesionale për studentët e kësaj dere. Sigurisht se themelimi i Fakultetit të Studimeve Islame nga Bashkësia Islame e Kosovës më 1992 ishte një hap i rëndësishëm për studimet islame. Por si ndikoi kjo tek ju si degë e orientalistikës, kur dihet se shumicën e studentëve i kishit vetë hoxhallarët? Kjo në një farë mënyrë ndoshta në fillim duket që i bëjnë konkurrencë njëra tjetrës, mirë po unë kujtoj që me një bashkëpunim, dhe ai bashkëpunim nuk mungon, por duhet të avancohet edhe më tutje, dy derët mund të plotësojnë njëra tjetrën, qoftë dera jonë Fakultetin e Studimeve Islame apo Anasjelltas, dhe unë kujtoj që me një bashkëpunim të vëllëzor dhe profesional, ne jo që do t'i bëjmë konkurrencë, po do të plotësojmë njëri tjetrin dhe në një farë mënyre do të ndrisim nivelin e studimeve në Universitetin e Prishtinës, po edhe në Fakultetin e Studimeve Islame. Si keni marrëdhëniet studiuese kërkimore me Fakultetin e Studimeve Islame tani në Prishtinë?
Kemi një bashkëpunim korrekt, profesional, ka kolegë tanë të cilët janë angazhuar atje në mësimdhënie, profesor Abdullahu jep gjuturka atje, do thot për fushën të cilën ata ende nuk kanë kuadrin e vet, do thot angazhohen nga kjo deg, po nuk do të thot që në të ardhmen nuk do të kemi ndonjë bashkëpunim edhe më të thellë, do thot edhe në fusha tjera që të kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë, edhe më të mirë se ti që kemi, sepse unë edhe dje në fjalën e hyrjes time thash që bashkëpunimi, sidomos me Bashkinë Islame, që nga themelimi i këtij departamenti, ka qenë jashtëzakonisht i frytshëm, jashtëzakonisht në nivel, jashtëzakonisht profesional. Kur them këtë, kam parasysh se vetë botimi i përkthimit të parë të Kuranit komplet në gjuhën shqipe, nga profesor Fethi Mediu, botues ka qenë Bashkia Islame e Kosovës. Dhe kjo flet një... Sigurisht që do dalim edhe tek aktivitetet. Tani më intereson të di se sa është numri i ligjëruesve dhe profesorëve të angazhuar në degën e orientalistikës? Ndoshta rreth kësaj do të ndalem pak pikërisht ajo që e thash edhe dje, se këtë vit jubilar e bën edhe më të veçantë pensionimi i disa profesorëve të tanë. Me vetë faktin që ne tani po festojmë 40 vjetorin, kuptohet se një numër i profesorëve tanë, që kemi shumë respekt për ata, jemi mirënjohës shumë për punën dhe aktivitetin e tyre që kanë dhënë brenda këtyre 40 vjetëve, ata tani janë pensionuar, mirë po disa prej tyre, profesor Fetiu, profesor Ismaili, ende janë të angazhuar këtu, do thotë deri atë sa i lejon ligji, deri në moshën 70 vjeçare janë, kurse nga profesorët të cilët tani janë, do thotë me normë plot që punojnë të rregullt, janë profesor Medi Polisi, profesor Abdullah Hamidi, unë kemi bashkëpunëtor profesor Ja Hundozin dhe një bashkëpunëtore asistente të gjuhës turke. Do thotë, ky është personeli i lëndëve profesionale. Shpresojmë që në një të ardhme shumë të afërt, që kemi edhe shtrirje edhe më gjerë, edhe me studime tjera, me shkencat ndihmëse të studimeve orientale dhe ta zgjerojmë fushëveprimin tonë. Atëherë, profesor, do të bëjmë një shkëputje të shkurtër tani. Shikues të nderuar, do të ndjekim tani fjalimin e disa pjesëmarrësve në manifestimin me rastin e 40 vjetorit të themelimit të degës orientalistikës. Kam nderin dhe kënaqësinë që në emrin tim personal dhe në emër të Fakultetit Filologjisë dhe të bashkëpunëtorëve të mi të përshëndes këtë solemnitet që organizohet me rastin e 40 vjetorit të Departamentit të Orientalistikës. Universiteti i Prishtinës, Hasan Prishtina, e në kuadrët e tij edhe Fakulteti i Filologjisë me departamentet e tij ka qenë dhe vazhdon të jetë njëri ndër institucionet kryesore të dijes dhe shkencës në Republikën e Kosovës. Personeli akademik i departamenteve të gjuhëve të huaja që funksionojnë në kuadrët e këtij fakulteti ka shi përgatitjes së kuadrit profesional shkencor, gjithmonë ka qenë në shërbim të studimeve albanologjike dhe afirmimit të vlerave kombëtare jashtë vendit. Mësimdhënësit e këtij fakulteti me pjesëmarrjen e tyre në kongrese, konferenca, seminare të ndryshme brenda dhe jashtë vendit kanë prezantuar të arriturat profesionale dhe shkencore. Aktiviteti profesional i profesorëve të fakultetit tonë gjithmonë ka qenë urë për bashkëpunim me shumë vende të rajonit dhe më gjerë. Gjithë këto rezultate në vëmendarinë shkencore dhe pedagogjike janë arritur falë bashkëpunimit me shumë institucione të vendeve mike që veprojnë në Republikën e Kosovës. Departamenti i Orientalistikës që vepron në kuadër të fakultetit tonë, që nga viti 73, si gjithë departamentet e tjera, ka kontribuar në studimet interdisciplinare. Mësimdhënësit e këtij departamenti për 40 vjet rresht kanë vazhduar të mbajnë kontakte me institucionet mësimore, shkencore të shteteve të ndryshme, si dhe Republikën e Turqisë dhe vendet e Orientit. Kam kënaqësinë e veçantë që sot në emër të Universitetit Prishtinës, përkatësisht gjithë stafit edhe menaxherial edhe pedagogëve, po mbi gjithë studentëve të uroj departamentin e orientalistikës për ditëlindjen e tij të 40. Natyrisht ne që jemi aty me moshë kemi mbi 40, po që mbajmë një farë mënyrë mend funksionimin e këtij departamenti, po thuaj që nga themelimi
e kujtojmë si departament që në fakt i ka dhënë vlerë dhe i ka shtu vlerë këtij universiteti me natyren dhe me diversitetin e studimeve që ka sjellë. Do të thonë të një kulture që nuk është e panjohur, por që është një farë mase e bashkjetuar nga populli i këtij nënqielli për shekuj me radhë. Dhe natyrisht një kulture që sjell vlera origjinale njerëzore edhe në këto hapësira përmes këtij departamenti. Unë s'mundem pa përmend doajenet e këtij departamenti që me siguri janë thonë në monografi, duke filluar nga profesori i mirë njohur dhe i shumë njohur edhe në arealin evropian, profesor Dr. Hasan Kaleshi. Pastaj unë mbaj mend që këtu për një kohë ka ligjëruar profesor i nderuar Muhamet Mufaku. Unë mbaj mend edhe shumë profesorë tjerë si Ilyas Rexha që ka pas lidhshmëri me departamentin për nga UNV dhe na ka dhënë lëndën e osmanistikës në departamentin e historisë, po dhe shumë profesorë dhe pedagogë tjerë të këtij departamenti që në fakt me krijimtarinë e tyre kanë sjellur vlerat e një civilizimi, domethënë ka qenë një dritare për mes cilës kanë ardhur vlerat e një civilizimi të rëndësishëm botror në hapësirat tona. Prandaj, pa dashur me zgjat, dua të them që Universiteti i Prishtinës është i përkushtuar që ky departament të kultivohet edhe më shumë, që ky departament të rritet për aq sa, domethënë ekziston interesimi për të studiuar, që ky departament të mbështetet dhe të jetë pjesë e gjitha projekteve zhvillimore të Universitetit të Prishtinës në të ardhmen. Unë dua këtu të falenderoj ata që po e ndihmojnë kohëve të fundit këtë departament në mënyrë shumë të drejtë për drejtë, që është ambasada e Republikës Turqisë në Kosovë, dhe vetë ambasadorja e nderuar që sot nuk është këtu, ka qenë interesuar dhe disa herë kur kemi biseduar, domethënë ka pasur interesim të veçantë për të dhënë një kontribut dhe mbështetje për këtë departament. Dua të falenderoj Fondacionin Turk Tika në këtë rast që për ndihmën konkrete që ka dhënë në kompletimin e kabinetit të departamentit të orientalistikës, ku sot mund të bëhet një punë e mirëfillt në ato kushtet mira, mund bëhet një punë e mirëfillt studimore pranë këtij departamenti për studentët dhe pedagogët, po edhe dua të falenderoj edhe mbi të gjitha pedagogët dhe studentët. Unë e di që ky departament nuk ka shumë studentë, sikundër kanë departamente tjera të Universitetit Prishtinës me mira, por unë them që ata që janë, pavarësisht në ç'numër janë të vlefshëm për Universitetin e Prishtinës, sepse ne përmes tyre në fakt me facilitetet që krijon ky departament në njohjen e gjuhëve të Orientit, ne mundsojmë në farë mënyrë na mundsohet kontakti, lidhjet akademike, lidhjet me institucione shkencore të shteteve ku fliten ato gjuhë. Prandaj gjithë janë të rëndësishëm në këtë departament, sa profesorët po aq edhe studentët, sepse ata vinë këtu me një përkushtim për të mësuar gjuhët dhe kulturën e një areali shumë të gjerë, e një civilizimi shumë të madh botror. Dhe ne natyrisht jemi mirënjohës dhe i konsiderojmë shumë punën e tyre që bojnë. Unë sot kam dy privilegje. Një është që unë jam sot këtu ballë për ballë me studentët e mi gjeneratës parë. Jam me Irfan Morinën, me Dipolisin, Salicakën, mas të cilive vinë dhe Suzana dhe të tjerë. Kjo është një privilegj jemi që rrallë kush e përjeton, unë për këtë vetëm mund të falenderoj krijuesin që ma ka bërë mund të ta mbri këtë ditë. Edhe atyre tu dëshiroj jetë të gjatë edhe suksese, edhe ti falenderoj për punën si student, si bashkëpunëtor që kemi hedhur deri këtu. Mysafir të nderuar, zotëri Mifti i Kosovës, Trnava, përfaqësuesi i ambasadës turke, përfaqësuesi të fondacionit Tika. Të gjithëve ju falenderoj që keni ardhur, keni gjetë kohë që këtë manifestim të 40 vjetor të Degës Orientalistikës ta bëni më madhështor. U jam mirënjohës për këtë. Falenderoj Këshillin e Degës Orientalistikës në krye me shefin zotëri Isa Memishin për idenë edhe për realizimin me gjithë bashkëpunëtorët që u kanë ndihmuar të realizojnë këtë manifestim, të realizojnë këtë akt edhe solemn, edhe simpatik, edhe me shumë kuptim, shumë domethënës. Atëherë shikues të nderuar, do të vazhdojmë bisedën me të ftuarin ton, profesor, nga punët shkencore që kanë qenë në shërbim
të muslimanëve shqiptar, padyshim është edhe iniciativa e profesorëve të orientalistikës për shqiprimin e Sahihut të Buhariut. A mund të na shpjegoni si ndodhi kjo? Po, me qenë se ne dihet që edhe dera orientalistikës e pati fatin e njëjtë si gjithë universitetit dhe si gjithë institucionet tjera shtetërore me 1991 o dëbuar nga universiteti, do thot nga objektet në të cilat ne punonim ishim në shtëpinë tonë, na dëbuan dhe ne u deshtëm që të gjejmë hapësirë jashtë universitetit si gjithë institucionet tjera arsimore dhe një farë mënyre aty ajo ndikoi, ndoshta si rast ishte që ne të rinim shumë ma gjatë së bashku, ishim edhe jashtë mësimit shpesh herë në për ndeja, themi kështu private, por ato gjithmonë me karakter pune, dhe aty ishte ideja e arsimtarëve të delës orientalistikës që të bëhet një projekt rreth përkthimit të një koleksioni të haditheve të pejgamberit alayhis salam, ndonë se tani Kur'anin e kishim të përkthyer në gjuhën shqipe, kishim jo vetëm një, po gati ishin edhe 2 përkthime tjera, edhe i Haxhi Sherif Ahmetit edhe i profesor Nahit, dhe kështu që literatura shqiptare atëherë ende nuk ishte Kosova dhe troje shqiptare nuk kishin ndonjë qasje ndaj Orientit, që ndaj botës arabe që temi literaturë të bollshme, atë që kemi sot, por ajo ishte mundesa e madhe e literaturës islame në gjuhën shqipe. Dhe aty për aty në lindi ideja që të zgjidhet një nga... Ky ka qenë ndoshta më i nevojshëm? Ky edhe ishte edhe më i nevojshëm pas përthimit të Kuranit, se dihet se literaturë primare në komentimin e Kuranit është vetë hadithet e pejgamberit alayhis salam, andaj i duhej opinioni shqiptar që të ketë në gjuhën shqipe edhe fjalët e pejgamberit alayhis salam. Andaj u mor vendim që të fillohet me këtë projekt dhe ne filluam dhe e përfunduam pjesën e parë të këtij projekti dhe botimi ishte për rrethanat asaj kohe ishte mjaft cilësor, për rrethanat asaj kohe po flasim, dhe unë falenderoj edhe njëherë gjithë opinionin shqiptar që e priti shumë mirë. Ai botimi i parë u shpërnda aq lehtë, aq mirë, saqë edhe ne kemi qenë të befasuar, sidomos në një argat ta quaj, na bën edhe institucionet e Bashkisë Islame me gjitha këshillat anë kënd Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë, dhe në një farë mënyre Sahihul Buhari arriti në gjithë në shumicën e shtëpive dhe familjeve muslimane dhe pati një johon jashtëzakonisht të madhe edhe në shtypin ton, edhe u bë një promovim nga Bashkia Islame, cila i bëri një shërbim shumë të mirë përkthimit të Buhariut në gjuhën shqipe, dhe unë kujtoj që ishte ndër hapat e parë të prezantimit të literaturës primare, do ta quaja islame. A ekziston edhe iniciativa tjera të këtij dimensioni ndonjëherë tjetër për ndonjë vepër kështu, do të thotë voluminoze? Unë kujtoj që sepse ne gjithmonë si degë, si studiues, kemi pas parasysh se ajo që është primare për opinionin edhe për studentët. Dhe këtë ndoshta mund të them që edhe qëllimi i studiuesve ka qenë që fillimisht të pajisin dhe studentët me literaturën e nevojshme, duke marrë me hartimin e gramatikave të gjuhës arabe, hartimin e fjalorëve dhe përkthimin e literaturës burimore që është, sepse nuk ka studime të mërfillta të arabishtes pas studimin e leksiku të Kuranit, gjuhës së Kuranit, apo edhe të haditheve të pejgamberit alayhis salam. Andaj ne kujtojmë që në të ardhmen të kemi projekte të tilla, por që pasi që të plotësojmë disa zbrasira të cilat na mungojnë, për shembull ne sot e kësaj dite nuk kemi ndonjë thesar nga letërsia arabe, e cila i mungon lexuesit shqiptar, sepse edhe këto pak përkthime që janë shumica e këtyre veprave nga letërsia arabe janë të përkthyera nga gjuhët evropiane. Kështu që na pret një punë jashtëzakonisht e madhe në
në përkthimin e letërsisë arabe, do të thotë veprave kapitale të letërsisë arabe, por pa lënë anash edhe projekte madhore. Gjithashtu ju edhe keni përfunduar edhe fjalorin, pra 1 dhe 2, të cilin edhe kemi në tavolinë. A kishit vështirësi që të bëni një vepër kaq të madhe? Unë them të vërtetën, vështërsitë gjatë çdo pune shkencore hasen në vështërsi, mirë po unë gjitha ato vështërsi është dashti të kaloj, pikërisht për shkak të nevojës së madhe që kemi pasur, dhe unë gjithë ato edhe në një emision kam thënë që moshdashurt shpesh herë të merrem edhe me çështje të radhitjes dhe deri në punën përfundimtare që kanë bërë moshdash gjitha punë të këtyre vet, kjo do të kanë qenë këto vështërsitë objektive që moshdashurt i zgjedhin si, sepse ka pasur mungesë bashkëpunimi apo? Po, jo bashkëpunimi sa mungesë të ekspertëve të kësaj fushe në radhitjen e teksteve me alfabet arab. Do thotë kjo ka qenë një arsye edhe të fondeve, pse jo edhe të fondeve, sepse çdo kush edhe po të ishte gjetur ndonjë ekspert do duhej që të kompenzohej. Dhe unë mirë po gjitha e kam pas parasysh, sepse qysh si student, si nxënës në medrese, si student, na ka munguar. Gjithnjë keni pasur nevojë për një fjalor. Gjithmonë kemi pas nevojë, sepse ne kur kemi konsultuar një fjalor nga arabishtja në gjuhë tjera, është shtrohet pyetja se sa kemi kuptuar edhe këtë gjuhën tjetër, të cilën ka qenë gjundim, se qoftë bosnjakishtja apo anglishtja. Jo, nuk është njësoj si kur merr një fjalor, do thotë që e arabisht në gjuhë shqipe apo anglisht në gjuhë shqipe dhe pastaj studiuesit e kanë më lehtë. Dhe unë kujtoj që edhe kjo ka qenë një projekt i imi që kam punuar diku rreth 10 vjetëve dhe elham Zotit që e kam përfunduar dhe tani është në dorë të studiuesve. Po në rrafshin e brendshëm si ishin aktivitetet hulumtuese të stafit akademik të degës së orientalistikës? Unë një farë mënyre ne si degë kemi në atë kuptimin përveç atyre obligimeve të përditshme që i kemi ndaj praktikisht studentëve në mësimdhënie, kemi edhe projekte individuale, tani shumica e kolegëve janë duke që kanë përfunduar edhe projekte shumë të rëndësishme. Mund të përmendim këtu projektin e profesor Ismail Ahmedi që ka përgatitur veprat e Hafiz Ali Korçës. Një projekt shumë i qelluar, në kohë shumë duhur. Pastaj kemi kontributet e profesor Purisit, për shembull në prezantimin e doajenit të studimeve albanologjike Sami Frashit, për shembull Kamusul Alam, që ka prezantuar opinionin shqiptar, apo profesor Abdullahi që ka bërë transkriptimin e divanit të Nezim Frakullës, apo të profesor Jajas, që është kjo ndoshta edhe perla e fundit që ka përkthyer Mukaddimen e Ibn Khaldunit. Do temi mjaft projekte në përduar që unë pres që këtë muaj që dalë nga përkthimi edhe Mawsuatul Mustashriqin e Abdurrahman Bedewit, një filozof shumë i njohur në Egjipt. Prandaj gjithë kemi nga një projekt mirë, po shpresoj që edhe projekte të përbashkëta kemi, posa të na krijojnë edhe kushtet. Po, na thoni tani se sa është numri i studentëve në këtë degë? Numri i studentëve është relativisht i vogël. Atë ndoshta mund ta keni vëretur edhe nga fjala e rektorit që e thatit, dje me rastin e provimit. Mirë po unë edhe nga ky emision, për cilin ju falenderojmë, apeloj të rinia shqiptare, që mos ndurojnë të vinë të studiojnë në këtë departament, sepse duke studiuar në departamentin orientalistikës, apo në degën orientalistikës, ata do të pajisen me njohuri për njohjen e gjuhëve të Orientit, gjuhëve në cilën ne kemi një i përkasim. Jo pak të nevojshme. Jo, dhe shumë të nevojshme, sepse atë që thatë ju, ne kemi një mal, të shprehem kështu, një mal punë për të bërë, na presin mjaft projekte, mjaft punë, ne vetëm nëse ne shpesh heri ndëgjojmë se interpretimet e historisë son nuk janë realiste, sidomos periudha e perandorisë osmane, po ajo periudhë vërtet është shumë pak e studiuar. Me përjashtim të profesor Ilyas Dregjës, i cili ka bërë një studim jashtëzakonisht të mirë rreth arkivave
të burimeve arkivore në Stamboll apo profesor Kaleshi, mirë po kontributet të tilla janë sikur të marrësh një enë ujë nga deti. Profesor, përderisa ju bëni apele dhe thirrje që rinia të studioj këtë degë, pra orientalistikën, atëherë na thoni cilat janë dyert që u hapen studentëve pasi të përfundojnë fakultetin e filologjisë dhe në departamentin e orientalistikës? Unë kujtoj që për një të ardhme të ndritshme të këtyre studimeve, duhet paksa edhe të bëhet të sensibilizohet edhe opinioni jonë që institucionet tona shtetërore t'i hapin dyert e studiuesve të arkivave të historisë, të albanologjisë. Do thot, sepse ne sot kemi një muri institucionesh të cilët fatkeqësisht janë pa asnjë orientalist. Si mund të kontribuojnë studentët e orientalistikës në çështjet e historisë kur nuk e kanë edhe lëndën e historisë brenda kësaj dege? Shiqoni, lënda e historisë, studiuesit, unë këtë me plot përgjithësi dhe me plot kompetencë mund të them që profesori Ilyas Zeza, pavarësisht që ka qenë orientalist, por kontributet të tij në fushën e historisë janë të pa krahasueshme. Profesor Kaleshi gjithashtu, profesor Nehat Krasniqi tani, kemi një student i cili është duke përfunduar doktoratën në Turqi, kemi një student tjetër që është gjithashtu, kemi disa student në Turqi që janë duke bërë studime master në fushën e historisë, pra rrugët pas përfundimit të studentët nuk ndalen këtu. Nuk ndalen asesi, nuk do t'ishte edhe kjo është degë studimore. Do thot, ne nuk përgatisim, ne mund përgatisim edhe pedagog, mirë po nevojat dega ekziston pikërisht për të marrur me studime të kaluarës dhe të tashme. Atëherë, profesor, ne falenderojmë që gjetët kohë të bëni këtë intervistë për televizionin tonë. Ju falenderit edhe juve, ju dëshiroj punë të mbarë. Shkues të nderuar, kjo ishte e tëra sa i përket emisionit të sotëm Zëri i Arsyes. Ne do të takojmë inshallah javën që vjen me një temë të re. Deri atëherë, selam aleikum dhe mirëmbëjtje.